Kush do ta imagjinonte që Albiruni, i cili jetoi më shumë se 1000 vjet më parë, para Galileos apo Newtonit, do të ishte ai që mati tokën, ai që tha se toka rrotullohet rreth diellit dhe rreth boshit të tij, dhe ai që hodhi ide për gravitetin dhe shumë të tjera. Mund të mos e njihni sepse ai nuk vjen nga Perëndimi, por nga Uzbekistani i sotëm. Megjithatë, kjo është historia e tij. I lindur në vitin 973 në Kharezm, Uzbekistani i sotëm, Abu Rejhan Muhammad bin Ahmed Al-Biruni u bë një pishtar i dijes nga astronomia në gjeografi, e gjeologjia në fizik, nga botanika në histori, e letërsia te studimi i feve dhe sekteve, deri tek indologjia. Matjet e tij rezultuan në një vlerë prej 3.928.77 miljesh angleze. Me matje rreth 99% sakt në krahasim me vlerën e sotme të rrezës së tokës. Kjo i dha atij titullin e babait të shkencës së gjeodezisë. Por ky ishte vetëm fillimi. Biruni hodhi idetë e para mbi teorinë e gravitetit, 700 vjet përpara se Newtoni ta vërtetonte atë matematikisht. Genialiteti i tij shkej përtej kësaj. 600 vjet para Galileos, Biruni mbrojti idenë se toka rrotullohet rreth diellit dhe rreth boshtit të tij. Ai parashikoi se veriu, jugu, lindja dhe perëndimi takon në një pikë dhe se përtej oqeaneve ndodhi një tokë e panjohur, Amerika e sotme. Njëkohësisht ai zhvilloi metoda për të gjetur drejtimet dhe përvetësoi teknika matematikore për të përcaktuar me saktësi fillimin e stimeve. Një kolos i dijes dhe një enciklopedi e gjallë njerëzore, të cilën ja dëshmoi 180 veprat e tij. Vetja për dije e bëri atë një pararendës universal, duke lënë pas trashëgimi që frymëzuan shkencëtarë si Koperniku, Galileo, Newtoni apo Torricelli.